Nëse s'gaboj, unë e timi të akum Ramizalin në 92-shin, kur e pata bëhat Liben, edhe Ramizi në tregonte se si kroatët i vinin delegacionet larta, i thonin do të sjellim armatim prej Dalmacis me anijet e ju mund të shpërndani Kosova. Ramizi kishte thënë sa për armatim kemi më shumë se ju, po s'ka që luftohet sepse jemi ne të pafuqishëm si Shqipëri dhe Kosova është akoma pa përgatitur. Nëse duhet thënë që kroatët kanë qenë mbështetës të mëdhej, do të thonë te pasaportat e përmende Kjo vija Burgoshën, Sheksi, Perica, këta kanë qenë krejtësisht në edhe Mesiçi ka qenë absolutisht e dim. Me neve. Në fakt kanë qenë edhe më thonë në momentin kur fillon lufta në Kroaci dhe në mënyrë diskrete shkojmë profesor Agani dhe une për t'i tërheq ushtarët tonë prej ushtërisë jugoslave. Armatës popullore të Jugosllavi, dhe aty jemi marrë vesh me kroatët. Do të thonë kroatët fillimisht insistonin që ushtarët tonë kthehen në forca kroate. Të kalonin në forca kroate dhe aty kemi pas një bisedë bukur gjatë, një orë e gjys, dhe kemi insistuar që ata ushtarët që kërkojnë me qëndru në ushtri kroate, ta kemë pëlqin me prindëve të tyne. Normalisht. Sepse ishin 18-19 vjeçar, dhe në këtë mënyrë i iknim automatizmit, por kërkesa jonë tjetër ishte që të gjithë të tjerët të pajiseshin me uniformat civile, me veshjet civile, dhe me dokumente në mënyrë që të qoheshin të vend kalimi par kufitar, që ishte Hungaria ose Slovenia. Dhe këte e kanë respektu kroatët 100%. Po gjithmonë ka pas, po them tash edhe në bazë të dokumente historike po der që brenda vetë leadershipit kroat ka pas përplasje të mëdha se si të ecë tutje çka të bëhet. Po ne mendoj që kemi bërë vlerësim kapital në mas parit 89-ën, që kemi bërë alternativën, në dytë natën ishin që kemi refuzuar të hyjmë në luftë. Edhe normalisht e treta dhe poshtë e rëndësishme që hynëm në një konflikt kushtetues me Serbinë dhe Jugosllavinë, me deklaratën e Dykurikut dhe me kushtetuën e 7 shtatorit. Pra mund të them që vendimmarrja për një lëvizje totalisht rregulluar, pa hierarki të mirëfillt, pa vend tubimi me një sallë të shoqata shkrimtarëve 30-40 metra katror, ka qenë goxha e mirë. Sidomos nga perspektiva sotme kur shikohen. Në momentumet kem pas konsulta si thash më herët edhe me amerikanë me gjithë të tjerë edhe me Shtetin Demokrat, po fundit ne kemi vendosur. Vendimi sovran ka qenë i joni. Po në atë kohë ne po ashtu kemi qenë të vetëdijshëm për dy zhvillime. Zhvillimi i parë është që lufta në ish Jugosllavi është më tash e paevitueshme dhe çështja është vetëm se si do të menaxhohet. Dhe çështja e dytë është që edhe zhbërja e Jugosllavisë është e paevitueshme, se s'ka më ne në vitin 90 patëm bë deklaratën e 3 opsioneve. Aso kohë Ramush Tahiri e pat Këshilli i partive politike të Kosovës. Edhe të Kosovës edhe të Jugosllavisë. Në të dyja mbledhjet. Po sepse opsionet kanë qenë edhe në favor tyre. I dytë i treti. Edhe ishte nëse mbetet Jugosllavia le të bëhet Republika e Kosovës, qoftë në federat, konfederat, nëse bëhet zhbërja e Jugosllavisë në shtete në konfederata çka po diun, po shtete, po. Atëherë Kosova të mbetet shtet. Dhe të kemi të drejta speciale për shqiptarët në Preshevë, në Malzi, ndërsa në Maqedoni të bëhen shtet konstituent, shtet formues. Dhe opsioni i tretë ka qenë që nëse zhvillohen shtetet kombëtare, atë shkojmë shtet kombëtar shqiptar. Ashtu, pra edhe aty ka pas vendimmarrje tonë, domethënë kem pas të fuqinë e mekanizmave të vendimeve sovrane, që është goxha habitshme për një lëvizje të tillë politike, sepse shkosh në Kroaci dhe ti thua jo një lufte, që do të ishte shfarose për ne, pa dilemë, ka qenë edhe guzimtare dhe menshme. Por kjo nuk e hiqte frikën nga lufta. Jo. Dhe ti posaçërisht unë disa njerëz tjerë kemi menduar se çka është ajo dhe ti që ke pas kontakt edhe me njerëz që merreshin me çështje të sigurisë. Cila mund të jetë përgjigjja jonë për spaku
valën e parë të agresionit, si do të përgjigjeshim në një vale, se ka pas njerëz që thoshin me piruke me luftu, po. Mirë, ato janë kësi metafora poetike që atë shkryin rol fare në rrethanat mirëfillta të luftës, do të thotë. Ne gjithmonë e kemi ditë që mund të jetë edhe lufta si opsion i fundit, dhe për këtë shkak edhe njerëzit tonë patën fillu në pa organizuar me shku në Shqipëri dhe mu trajnu. Mes në tyne ka qenë Zahri Pajaziti, që ka qenë parlamentin rinor, partin parlamentari, cili në një mënyrë na pa tregu edhe mua dhe ty. Në vërtetë unë e di në detaj tjetër, në dhjetor të 90-s vjen banesë time me mikun e tij Ajetin, i cili është në aleancë tash, edhe në dhjetor të 90-s kërkon prej meje një leje që të fillon të luftoj. Tash Zahir është e pa mundur që këto rrethana të bëhet diçka. Edhe kjo ka mbet prej qetës Llapit. Po, qeta Llapit ka qenë organizimi i parë faktikisht i 89-s. 89-s, po. Kështu që ka pas embrionet të rezistencës luftarake, por po them neve na ndodhe ajo kputja që nuk i ndodhe krahasis Slovenisë, vetëm pa mbrojtje territoriale, vetëm pa sekretariata, sektori mbrojtjes që ka qenë, pa mbrojtjen civile, pa armatim, neve na i konfiskuan gjithë armatimin, Kosova ka ble armatim. Armatim të lehtë, jo të pa armatim të lehtë, ka ble. Tash ne nuk e kishim atë trashëgimin në organizimin e mbrojtjes që kishin Kroacia e Slovenia, dhe duhet ta bënin pe asgjësh. Kishim pak oficer në armatën popullorit të Jugosllavisë, për dalin pe kroatëve dhe slovenëve, kem pas shumë pak. Edhe për ndjekur, sepse ata kanë qenë gjithmonë me filtra shumë të veçantë, edhe kanë qenë burgos, Nai Maloku, Fadir Demiri dhe ky grupi që shkojnë pastaj në Ljubljanë me alternativën që na ndihmonin. Do thotë, prandaj edhe mundësitë për një organizim të madh ka pas. Po ne me çet takat që kishim provonin të bënim diçka, e vendosëm komunikimin me qeverinë e Shqipërisë, ke qenë edhe ti në takim me ministrin e mbrojtjes këtë e din, po ka qenë Partisë Demokratike, ka qenë. Edhe ai na thoshte mundësitë tona janë tepër të vogla, tepër jo ekzistuese, dhe ai momenti gjeopolitik që ishte në favor tonin, se ndryshimet e mëdha u bën, ra komunizmi, ra lufta aftov, Bashkimi Sovjetik u zhbos si faktor i rëndësishëm. Serbia s'kishte më aleat natyror, faktikisht. Serbisi ka ndihmuar shumë atë për Franca në vitet e para të luftës së Rusia. Ne e dimë që Franca Mitterrandit ka ndikuar shumë, sidomos në luftën e Bosnjës. Kështu që nuk kem pas çare pa mendu çka të bëjmë, po mundësitë kemi pas të limituara. Dhe plus kemi qenë në një presion të jashtëzakonshëm prej Serbisë, sepse në qershor kur përgatitej çështja e perikliteta, nëse s'gaboj, perikliteta mos ka qenë, se mos i besin bash. Sakt. Ministri i mbrojtjes Periklio ka qenë. Po. Në qershor të vitit 90, në javët e fundit ndërsa përgatitej deklarata e dy kurrikut, ne kemi pas një ofertë prej njësitit tonë special, të cilën e ka kryesu komandant atër ka qenë Nureddin Bishi, ma voni një orë si Leka. Edhe ata janë ofru që ata me mbrojt fizikisht. Po, është e vërtetë, mesazhin ka ardhur për mes Alirit, Alin Matoshi, ne kemi qenë atë takimin konsultativ pas ditën e Nikorikut në shtëpinë e Arber Xhaferit. Profesor Agani ka qenë, mund e ti Arberi, Shkezin Maliqi me zuri 7-8 edhe Halilit. Bonim kishe polujnë ping-pong. Ping-pong, e ka pas një tavolinë ping-pongu të Arberi, Lies Past, që është figurë me të vërtetë e madhore e lëvizjes tonë, përgjithësi, dhe Halili tregoi faktikisht ofertën e njësisë speciale që ka pas bazën në Evali. Në Evali ka pas bazën, por profesor Agani që ka qenë tha, shikon, nuk kemi nevojë të hyjmë në konflikt kushtetues me Serbinë, edhe në atë kohë bile nëse s'gaboj ka qenë edhe oferta e Muharrem Ismailit ka qenë drejtori bankës. Që edhe salla bankës mund t'i lejohet deputetëve tonë, e pa të ofru. Po ideja e deputetëve ka qenë shumë e mëshëm. Jashtë kuvendit, brenda kuvendit, ne kemi punë. Më mirë është në oborin e kuvendit ta shpallim deklaratën e Nikorikut se shkojmë në një objekt tjetër. Se do të merrte konotacion të tjetër. Kështu që ishte shumë ide e mëshme. Po ofertë gatishmëri policisë tonë, edhe të gjithë atyre që kanë pas zanat,
Sigurinë ka pas gjithmonë. Edhe me njerë policia formoi sindikatën e vetë. Po, e formoi sindikatën. Por Serbia domethënë fillon të përpërndjekin kështu. Absolutisht. Kështu që të rrahun e të sa prej tyre ikën prej vendit. Po, pastaj u krijua ky sistemi i mbrojtjes, sistemi i punëve të brendshme, e dim, me Anton Kulën e Recep Xhirxhin, po nuk e pat jetën e gjatë sepse natyrë thanë ka qenë pa mundën të realizohet diçka duke ditë gjithat aparat përgjimit që kemi pas, gjithë ne, gjithat përndjekjet që kemi pas nga forcat serbe. Në fakt kur Këshilli Konsultativ i Partive, i cili e themeloi qeverinë Bukoshi, atëherë oferta jon ka qenë kërkesa jon ka qenë që të kemi resorin e mbrojtjes dhe resorin e punëve të mbrojtshme. Por emrat të jenë në kompetencë vetëm të Ibrahim Rugos. Të mos ta dinim këtë. Po, ashtu. Por penetrimi ishte i shpejtë. Penetrimi ka qenë i shpejtë, unë besoj, ta them krejt drejtën që penetrimi më lehtë ka qenë Tiranë se sa në Prishtinë. Në ato vite. Në ato vite ka qenë sistemi i shpartallum, nuk dua të jem më kritik ndaj Shqipërisë se ndaj Kosovës, po mendoj që në ato vite ka qenë pa imagjinueshme të shkosh ti, veti 20, të bësh ushtrimi dikun të marrë dajtit e të mos mirat vesh. Me emër mbi emër. Dhe prandaj kanë qenë listat e gjithë. Listat e absolutisht, e gjithë, domethënë aktivistëve që kanë shkuar me u trajnu. Absolutisht. Kështu që po them, e kuptueshme, e guximshme edhe e dur për janës tonë, pa dilem, po e kuptueshme që mundësitë për me bë diçka më shumë kanë qenë të pa imagjinueshme. Tek e fundit mos të harrojmë se boksejmë prej kohës në kohë, po mos të ishte shpartallimi i Shqipërisë 97-ën, nuk do të kishte u çka 98-ën. Sepse u delegjitimu Shqipëria si shtet i cili ka në kompetencat e veta, siç e dim, definicioni i Max Weberit, shtetit është monopoli mbi fuqinë, mbi dhunën. Atë monopol e hush Shqipëria në 97-ën. Fakt tash ma përkujtove që ti ke pas një bisedë me një mik tënd në klandestinitet, edhe ai qysh në vitin 92 duket e ka pas idenë me i thy këto depot e armëve. Qysh jo. Patëm bisedu pastaj për këtë punë. Po, ka dhe pali Pashtufin në librin e tij pikërisht këtë që qysh kumi të bu në Tropoje, pastaj pe Tropoje në Kosovë, po atmosferë luftës nuk ka pas, duhet të themi akoma. Ne e dinim që do të vjen lufta, më kujtohet ndjes pas një tjetër mik i jonë i madh, Bajram Kelmendi, një gigant i judikaturës kosovare, i cili vazhdimisht thoshte në çdo intervistë, nuk ka pa gjak liris, diçka po folni. Me gjithë kësi aftësinë e tij të jashtëzakonshme intelektuale që ka pas, kur vinte te puna, edhe kishte pas edhe biografinë familjare fatkeqësisht katastrofale, do të thotë sa veta janë vrarë familjen e Bajramit, po ai thoshte pa luftë, pa gjak nuk ka liri, po